Kontenjer të tillë nën toksor për grumbullimin e mbeturinave ndodhen në 12 lokacione të ndryshme në Prishtinë, të cilët janë ndërtuar vite më parë, por që nuk u përdorën asnjëherë. Mbi 200.000 euro në vitin 2013 i kushtoi komunës së Prishtinës ndërtimi i kontenjerëve të tillë nën toksor. Por ata nuk u funksionalizuan asnjëherë për shkak të mungesës së makinerive të cilat do t'i nxjerrnin mbeturinat nga gropa. Megjithse në media u raportua se komuna e Prishtinës ka ndarë tender prej rreth 1 milion euro për ndërtimin e disa kontenjerëve të rinj në disa lagje të kryeqytetit, nga komuna mohuan një gjë të tillë. Sipas tyre, kjo është një linje vjetër buxhetore me që ka të bëjë me një tender të vitit të kaluar me vlerën 5 milion euro për ndërtimin e kontenjerëve mbi toksor dhe nën toksor, si dhe kioskeve dhe tualeteve publike. Teksa kryeqyteti ka kohë që përballet me problemin e mbeturinave, nga shoqëria civile janë kritik se si këta kontenjer nuk u funksionalizuan asnjëherë. Madje sipas Kenangashit nga Avonet, shqetësuese është edhe mungesa e pajisjeve për grumbullimin e mbeturinave. Vjen pyetja, ato këto kompani a kanë pajisjet e tilla për të shfrytzuar këto asete që mund të kenë komuna apo këto kontenjer në toksor për t'i marrë ato mbeturina, apo vetëm për të realizuar këtë projekt që i bie më shumë si çështje abuzuese se sa që mos sillen alternativë në funksionimin e këtyne. Por mua mbetet që të them, nëse kompanitë publike, këtë rast pastrimi, nëse s'ka pajisjet e tilla dhe fillon një procedurë të prokurimit publik, pa qenë një analizë mirë që mund të sjellin rezultate për të shfrytzuar këtë projekt ose këto resurse me të cilët ka komuna, atëherë çka është ky projekt? Domthonë, a është për të shfrytzuar para publike për të harxhuar apo për të sjellë një alternativë të tillë? Në verën e vitit të kaluar, kompania Moteng ishte shpallur fituese kontratës me çmim për njësi prej 153.000 euro.